Në Universitetin e Qrem Çabej Gjirokastër, tingujt e fjalës poetike u shpalosën përmes promovimit të librit më të ri poetik, E Blerta e shpirtit tim, të autores Aneta Cerja. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë e reflektuese. Interpretimet e poezive nga studentët e Departamentit të Letërsisë sollën emocion edhe ndjeshmëri, duke nxjerrë në pa thellësinë e vargjeve që flasin për dashurinë, familjen dhe mallin për vendlindjen. Në dimrin kur pas hapave të tij vjen pranver dhe viti ikën pa u ndjerë. Ulem në muzgun e errësirës që mbulon natën dhe vatra e zjarit vazhdon në hijen e dritës së saj. Ah, pa ty, o i miri im valla. Familja, bekimi perëndis. Zjari pranë vatrës shkon si bubulak. Drurët digjen, ashtu si brenga brenda shpirtit. Kunodën e bukur, riullur një oxhak. Profesoreshat e letërsisë Ermelinda Kasha dhe Mirela Saraçi ndan vlerësime mbi dimensionin artistik dhe filozofik të poezive, duke cilësuar këtë libër si një pasqyrë të shpirtit njerëzor dhe të kujtesës son kolektive. Vetë struktura e librit, me sa kam parë, vjen si një reflektim i gjatë jetës së poetit, duke patur parasysh që ai jeton në emigrim, siç e tha Trikena, dhe kjo ka bërë që edhe dhimbja për atë dheun ta zbukurojë mendimin, të krijojë një ligjerim të saj esencialisht ndryshe, të rrallë, të çmuar, aq të hollë sa që mund të shpreh ritmin që zotëron në atë që ne e quajmë poezi e pastër. Në fakt, përveç trishtimit dhe sendërtimit të kristal të metaforës së dashurisë, poezia është një seri tingush, imazhesh, ndihimesh nga të cilët lidh një kuptim i caktuar. Me këtë kam dashur të them atë që shpirti i saj është i pastër, është i mall, e mundon malli për vendlindjen, kur mërkimi është i rënd, por ama dashuria për vendin e saj është e madhe. Aneta Cerja, shfaq përcjell, përjeton ndjenjen e ngrohtë të amësisë. Zemra simboli ndjenjes përjetoj si qendra e jetës, e pavdekshme dhe burimi i shpirtit, ndërsa Andra dhe Adriana janë dy flutura që mbushin me gëzim dhe kuptim jetën e poetes. Lumturia buron nga dashuria për jetën, nga thjeshtësia dhe nga përkushtimi ndaj familjes dhe fëmijëve. Fëmijët në vargjet e autores janë dritë, e ardhme dhe burim frymëzimi. Lidhja me ta është ndjeshme dhe plot dashuri. Kjo poezi është një himn për dashurinë njerëzore dhe lidhje shpirtërore me ata që e bëjnë jetën më të bukur. Është një mesazh i thjeshtë por i fuqishëm për të çmuar ata që kemi pranë. Ky aktiviteti organizuar nga Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe është një dëshmi e angazhimit të universitetit për të mbështetur dhe promovuar talentet letrare, duke i dhënë zë poezisë që jeton mes nesh.